Nuk është gjuajtje mbajtje polici, nuk është përdorimi i gazit të thellë. A jeni gjyqtare? A jeni prokurore? Dhe vazhduat si... Kjo është e pavërtetë. Ne akuzojmë që 10 vite për mbajtje pronësi pra të gazit të thjellë. Pra s'është sulm ndaj kuvendit. Mbajtje pronësi nuk është gjuajtje. Nuk është gjuajtje mbajtje polici, nuk është përdorimi i gazit të thjellë. A jeni gjyqtare? A jeni prokurore? Pra ju lutem që para se të më bëni pyetje të tilla, të merrni informacionet e duhura dhe pastaj më adresoni pyetjet. A ka të tjera që lidhen me kuvendin? Si vlerësoni veprimet në veri të policisë dhe ajmë të rrezikum si unë nga veprimet. Për çështje të tilla ju lutem kontaktoni me ministrin Sveçla. A keni pyetje që lidhen me kuvendin e Kosovës? Cilat janë veprimet që keni bë për me pas një ndryshim në tentimin e 37? Atëherë, siç e pat, edhe një seancë e radhës ku deputetët e opozitës as sot nuk votuan as për, as kundër dhe as abstenim. Pra është rrethana e njëjtë, është situatë e njëjtë, veprimet njëjta të papërgjegjshme të deputetëve të opozitës. Ne kemi qenë të gatshëm në vazhdimsi që t'japim kontributin ton që kjo situatë të përmbyllet pra me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Por në anën tjetër ka munguar vullneti i deputetëve të opozitës për dënë kontributin e tyre në këtë drejtim. Ritheksojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që t'jemi të gjithë bashkë, që t'jemi të gjithë të unifikuar, që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. E kemi obligim, e kemi përgjegjësi para qytetarëve të Republikës Kosovës që t'japim kontributin tonë në këtë drejtim. Po ashtu urojmë që gjatë kësaj jave të dalë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese në raport me kërkesën që kanë dërguar AK-ja dhe disa deputetë të LDK-s dhe një nga PDK-ja. Ne nuk mund të paragjykojmë se si do t'jetë vendimi i gjykatës, por sidoqoftë është e rëndësishme që ai të dalë sa më shpejt. Kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes, i ka ftuar të dyja partitë politike, edhe PDK-n, edhe LDK-n, për të diskutuar situatën aktuale. Natyrisht me LDK-n ka qenë situata tjetër ku ne i kemi ftuar për marrëveshje politike, por në anën tjetër ka pasur përgjigje refuzuese. Pra, gjithçka që ka është varë nga ne dhe në raport me procedurat e Kuvendit të Republikës Kosovës, por po ashtu edhe me ftesat për takime ne kemi adresuar, por në anën tjetër ka munguar vullneti politik. Ju e dini që ka pasur edhe një përpjekje të presidentes Osmani, ne kemi thënë që nëse ftohemi sërish, ne do të vazhdojmë të shkojmë sërish. Pra, takimet që do të mbahen ne do të jemi prezent, por nuk po varet vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Pra, kontributi i vetëvendosjes për momentin po është i pamjaftueshëm në kuptim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, por që ne i kemi bërë të gjitha veprimet që i kemi si me thënë, obligime kushtetuese dhe me legislacionin tjetër. A mund me shku 100 rasa unë të kështu? I kena bojë 30, 40, a mund me kalu 100 që nëse nuk... Nuk do të duhej që të vinte puna deri aty. Ne duhet sa më parë ta konstituojmë Kuvendin e Republikës Kosovës me qëllim që pastaj të vazhdojmë me procedurat për zgjedhjen e qeverisë duke votuar. Pra, zgjidhja është duke votuar. Vota për nuk është vot bllokuese. Unë mendoj që secili prej deputetëve duhet të jetë i përgjegjshëm raport me veprimet që i merr. Pra, gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 e ka bërë të qartë. Deputetët e Kuvendit të gjithë duhet jenë të pranishëm, po flas për seancat konstituive, sepse i referohet seancave konstituive, pra dhe të votojnë për, kundër dhe abstenim. Pra gjykata kushtetuese ju ka thënë deputetëve se cili do duhet të ishte roli tyre brenda Kuvendit, në mënyrë që t'jemi në linjë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por ata po vazhdojnë duke shkelur Kushtetutën dhe me veprime të papërgjegjshme politike. Por urojmë që kjo situatë të ndryshojë, pra jo që ta mbrimit të kalojmë seancën e 100, por që më parë ta konstituojmë Kuvendin. Zonja Gjiu, a pritni reflektim nga partitë opozitare, nga deputetët e partive opozitare? Unë besoj që është e rëndësishme që secili të jetë i përgjegjshëm raport me veprimet. Qytetarët e Republikës së Kosovës duan që të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës, pastaj të vazhdojmë me procedura tjera për formimin e qeverisë. Ju e dini që atje pastaj mandatari, kryeministri Kurti ka 15 ditë në dispozicion për ta bërë qeverinë. Pra letë ndihmojnë duke kontribuar pra në konstituimin e Kuvendit dhe pastaj sfida apo bara e përgjegjësisë i bie mandatarit, i bie vetëvendosjes. Faleminderit shumë.